shpëtova Loren. Po. Dhe ajo vazhdon edhe me ta. Pra i bie që në mendjen e saj ndoshta mendon që ka ndonjë aleancë ose do ta çojë mirë në finale sepse mirë. Nëse ndoshta ndjet mirë, do me thënë me këta ka nejt, me këto do vazhdoj. Nëse vazhdoj. Nuk do me thënë, nuk është... Sa ti thënë ndoshta vetë del nesër. Nuk mendoj se mund të bëj kaq shumë loj këtu Lore, me thënë drejtë. Asë se mendoj varë, më në thash. Me keqardhje, po... Se është hije, da të kujtosh atë dje. Do me thënë... është gotë se mirë, shiko çfarë mendoj. Unë mendoj që në imazh deri në këtë moment nuk e di çfarë po ndodh për jashtë, po ky është mendimi im. Qofsha gabim. Publiku më thoni nëse kam të drejtë. Në imazh, unë prandaj kam thënë që se u keq kuptu Lore, që thoshte thua ti ke thënë kështu. Unë mendoj që në imazh Selin mendon dhe do donte që të kishte imazhin që ka Lore për jashtë, sepse Lore ka imazhin cute, kupton? Selin ka dalë çik si më dhi, më thonjë za, e egër. Nuk i di edhe sa. Nuk e di unë, po është perceptimi im nga brenda. Unë nuk e di çfarë ndodh për jashtë. Ndoshta. Kurse në lojë, Selin është më lojtare dhe më e lezetshme se sa Lore. Dhe atë po i thosha dje asaj. Ti do të jesh Selin në raport me Mirin në këtë koncept dhe do të jesh domethënë krau i djathtë ose kur janë 1+1 këtu, janë këta të dy. Selin me Mirin. Ju Selin, Mirit dhe Lore. Lore thjesht futet aty dhe bën sikur dhe më shkon sa ndaj këtej. Kurse në imazh është tjetër gjë. Që Selin nuk më ktheu përgjigje sepse dinte që kishte të drejtë dhe nuk tha asnjë gjë. Ti s'ke qenë atë prime. Nuk e qenë fare. Dhe